Mirë, është momenti që ta nis. Tani kam shumë të ftuar në fakt në studio, për cilët ishte pak e vështirë që studio është shumë e madhe, ju e dini. Po pak e vështirë edhe ne për t'i organizuar që të gjitha, sepse duam t'japim elementet më të bukur të pikërisht të këtij bashkëpunimi kaq interesant që ne kemi me Ukrainën dhe shqiptarët që kemi atje që duan ta ruajnë kulturën, traditën, sigurisht për aktivitetet të jashtëzakonshme të cilat do të vazhdojnë këtu tek ne. Ju do thoni si do ta nis sot programin ose këtë moment në kohë reale. Pak ndryshe sa i bukur që është ky plani. Shikojeni pak se sa bukur që është. Janë gjithë këtu prezent me mua. Në fakt, unë duaj që t'i prezentoj shumë shpejt. Do të kem ambasadorin e Ukrainës në Shqipëri, Volodimir Shkurov, kënaqësi që ju kam zoti ambasador. Është Juna Gejduçik, që do të na përkthejë, do ta ndihmoj gjithashtu si asistente e ambasadorit. Olena Zečeva, besoj që e thash shumë mirë, drejtuese e ansamblit Amator Iliria, kënaqësi që e kam, dhe kam dhe Arlinda Degën, drejtoreshe diasporës në AKD. Pra në Agjensinë Kombëtare të Diasporës, kënaqësi që të kam Arlinda. Do ta nisim me pak muzikë? Ashtu do ta nisim. Do të kemi 2 këngë të cilat do të jenë a kapela nga grupi mrekullueshëm. Gati. Një duar trokitje. Do të bëjmë vetëm këtë këngën. Tani dua të kuptoj pak. Besoj që Juna do ndihmoj. Çfarë është Gogucka? Pëllumbeshe. Dhe po të shoh tek Hullupka. Gogucka. Pëllumbeshe. Pëllumbeshe, po. Sa e bukur. Do ta pyes pak, po e nis bisedën me ambasadorin, kënaqësi që të kam në studio. Sa i rëndësishëm është ky bashkëpunim mes Shqipërisë dhe Ukrainës dhe për të njohur këta shqiptarë ose ky komunitet me культурën tonë? Я хочу сказати, що майже 4 роки ми говоримо тільки про війну. Në fakt, pothuajse 4 vjet ne po flasim vetëm për luftën. А сьогодні ми будемо говорити про культурну дипломатію, про душу прекрасних людей, які приїхали з України. Edhe sot do flasim për diplomacinë kulturore edhe për shpirtin e njerëzve që kanë ardhur nga Ukraina. Про албанців, які живуть в Україні, які плекають свою мову, культуру, танець, пісню, традиції. Për shqiptarët që jetojnë në Ukrainë edhe nëpërmjet këngës edhe vallëve përcjellën edhe traditën edhe dashurinë për këtë traditë. І ця культурна дипломатія набагато ефективніша, ніж дипломатія зброї і війни. Ця дипломатія робить людей кращими, вона зближує народи, тоді як дипломатія війни руйнує все, що навколо побудовано, і вбиває людей. Edhe sigurisht diplomacia kulturore është shumë më e mirë se sa diplomacia tjetër, sepse ajo është diplomacia e cila bashkon njerëzit
ndërkohë që pjesa tjetër është ajo që shkatron. Тому я дуже тішуся як посол, що сьогодні ми маємо прекрасних людей з Каракурту, які перенесли сюди албанську пісню, албанський танець, хоча вони знають також і українські пісні, українські танці. Sigurisht për mua kënaqësi e madhe që sot e shikoj këtu njerëz të ardhur nga Ukraina që kanë sjell këngët edhe vallet shqiptare, pavarësisht se normalisht e gjinë edhe këngët edhe vallet e Ukrainës. Edhe ato. Sa i fort është, sa i madh është komuniteti shqiptar atje, zoti ambasador, për ata që nuk e dinë, në Ukrainë? Це головне село, де живуть албанці. В Україні ще є кілька місць, де є компактне проживання албанської спільноти. Одне з них зараз знаходиться під окупацією Росії. Але Каракур – це найвідоміше селище, де живуть люди, які протягом багатьох років, віків, я б сказав, тримають свою культуру. Ekzistojnë disa fshatra, po fshatri Karakurt është fshati më i madh ku është përqendruar pjesa e diasporës kryesore. Një fshat i cili është më i vogël aktualisht ndodhet në okupimin i Rusisë, por Karakurti është ai fshati që ka gjithmonë ruajtur dhe mbajtur më shumë traditat e Shqipërisë. Sa e bukur. Domethënë ne kemi dhe ata po vinë për herë të parë, po vinë për herë të parë për ta vizituar, është hera e parë që e kanë parë Shqipërinë. В перший раз, і я хотів би принагідно висловити сердечну вдячність Національному агентству діаспори, всім співробітникам цієї установи, яке очолюється пані Джафа, і тут присутня директорка Арлінда. Хотів би також відзначити роль Міністерства Європи і закордонних справ, заступницю міністра Мір'ям Шуті, а також міністерку Елізу Спіропалі, всі з яких були дуже налаштовані прийняти в Албанії прекрасний колектив з Каракурту. Po, është për herë të parë që ansambli edhe banorët e fshatit vinë në Shqipëri. Më këtë rast ambasadori ka shumë dëshirë të shprehë mirënjohjen për të gjithat që kanë mundësuar organizimin e këtij eventi, veçanërisht edhe është Agjencia Kombëtare e Diasporës, përfaqësuar këtu sot në studion nga Arlinda, por është edhe drejtoresha e agjencisë zonja Ermonela, është zëvendës ministre që përgjigjet për pjesën e diasporës Miriam Shyti, edhe sigurisht edhe ministre i punëve të jashtme zonja Spiropali. Një falënderim nga zemra. Dua ta vazhdoj pak me zonjën Zečeva. Si është ruajtur ky identiteti jonë? Është e vështirë për të ruajtur pak identitetin kulturor dhe identitetin shqiptar të ky komunitet që jeton aty, se jemi në një situatë vështirë, jemi në situatë lufte? Ну, наші родичі, наші батьки передавали цю Prindërit tanë культуру e kanë sjell brez pas brezi, із уст в уста, показували. na tregonin, na mësonin. Ну, а ми, наші дівчатки це показують. Është diçka që ne i kemi trashëguar edhe sot vajzat tona kanë mundësi të shfaqen. Sa e bukur. Було таке время, коли не було ніякої комунікації з Албанією. Është vërtet që kemi patur një kohë që nuk ekzistonte fare një mundësi komunikimi me Shqipërinë. Нам було дуже важко. Edhe Ми не kemi знали patur shumë пісень, vështirë, sepse nuk e багато njihnim as пісень. këngët, edhe shumicën e këngëve nuk e njihnim. Ми не знаємо багато танців. Edhe vallet është dashur të mësonim avash avash. І починаючи з 2019 року, Edhe duke filluar nga viti 2019, нам вдалося kemi arritur вивчати танці, Kemi arritur пісні. të fillojmë të mësojmë tamam vallet edhe këngët e Shqipërisë. І сьогодні ми можемо це Edhe sot показати. është kënaqësia për ne t'ju ja tregojmë. Sa e bukur. Arlinda, do të jetë një aktivitet i gjatë që do të ndodhë. Është vetëm për, le të themi, këtë grup për të shijuar Shqipërinë edhe për të lidhur pak për të rënë dhe njëherë në kontakt me rënjët e tyre, apo edhe shqiptarët do kuptojnë më shumë që ka shqiptarë dhe një diasporë e cila është në Ukrainë, që është në një situatë vështirë, por nuk e harron asnjëherë Shqipërinë edhe mbas kaq shumë viteve. Po, faktikisht ky është një komunitet shumë interesant, sepse ata prej shekush jetojnë në një vend shumë të largët nga Shqipëria dhe kanë arritur të ruajnë vlerat kombëtare, gjuhën, traditat, kostumet, kërcimet dhe këngët. Për ne ishte kënaqësi e veçantë ta sillim këtë grup këtu, ata vinë për herë të parë, por ne kemi pasur edhe raste të tjera, kemi sjell nxënës që kanë vizituar Shqipërinë në 2021, ndërkohë që dhe agjencia ka qenë prezente në vitin 2019 në këtë fshat, pra në fshatin Karakurt,
së bashku me Teatrin Operas dhe Baletit dhe kanë zhvilluar atje në vend trajnime për këtë ansambël amator. Ata do të qëndrojnë një javë në Tiranë. Janë duke marrë trajnime aktualisht në Teatrin Operas dhe Baletit. Nga profesionistë? Ata janë ansambël amator. Patjetër, po flas leksionet, po i marrin nga profesionistë. Patjetër, sepse ata po përgatiten për një koncert për ditën kombëtare të diasporës, që do të jetë në datën 19 në Teatrin Operas dhe Baletit. Në 19 dhjetor. Po, pas 2 ditësh. Do kenë mundësinë që ta shikoj kushdo, besoj? Atere, është limituar hyrja, do me thëmë, por... Po ne besoj do ta regjistrojmë, do ta kemi mundësi ta japim në televizionin shqiptar, se kemi këtë bashkëpunim, apo jo. Do të më ndihmosh vetëm pak, sepse unë dua që të pyes dikë Juna, kë mund të pyes për shkakun që e ka ruajtur pak më shumë shqipen ose ka të trashëguar një... Natalia. Po, do të kaloj direkt atë. Si quhet zonja? Natalia, sa vjeç je Natalia? Po mund të mos them. Po mund mos të thuash. Po. 55. 55. 55. Po mirë, dukesh si 15. Mos ja shto 5 se shkon 155. Prandaj bëra gabim. Si e ke mësuar, si e ke ruajtur gjuhën shqipe? Në vitin 215 e kisha dëshirë të shkon këtu, një gazetar nga Europa, Tim Gjedan, po më ndihmoi mua të shkon në shkollën verore për të mësuar gjuhën shqipe. Në shkollë verore? Në shkollë verore. Në Tiranë. Po këta është shumë pak për të mësuar gjuhën shqipe. Gjuhën shqipe është shumë vështirë. Po. Ti ke patur nënën apo babain? Po, të gjithët janë shqiptare. Të gjithë janë shqiptare? Po, ne në familje flasëm shqip. Me fëmijët, me qënët, më flasë shqip. A ti fletë shqip me fëmijët e tu? Po. Wow, sa e bukur që qënë ka. Flasëm të gjithët shqip, po unë flasë e ndryshon, e të më kuptojnë e ju edhe në fëmijët, edhe fëmijët të më kuptojnë. E ju keni pak atë shqipen e arbëreshve? Po, shtu thëmë. Shqipen e arbëreshve. Ke pyetur ti që ne në Ukrajinë si shqiptare me origjinë, ka thënë nëna diçka, ka thënë babaj diçka? Jam... E ke pyetur ti që ne si shqiptare, keni shkuar në Ukrajinë? Po, kam pyetur gjushen, po nuk mban ndërmend. Sepse ata gjushe është të lindrë në mshat, këta ishë më parë, 200-300 vjetë më parë. Vjetë më përpara, po, shumë vjetë. E kjo zhebreze ishte e 6. Dhe e keni ruajtur shqipen vetëm kështu, duke folur? Gjyshja duke folur me mamin edhe me babajnë? Edhe kështu e keni ruajtur me njëri tjetrin? Po, tani shkruan me nxënës, e mëson të shkruan, të lexon, nga dal nga dal. Po ato mëson në gjuhën shqipe se në gjuhën të huaj, për fat të keq, sepse nuk e din, nuk flasën tani fëmijët në shtëpi nuk flasën shqipen, me fat të keq. Po mirë, megjithatë nëna e ruan gjuhën. Po, nëna. Kështu thon, nëna e ruan gjuhën. Për sa kohë që ti u flet shqip, nëna e ruan gjuhën. Çfarë të ka paskënduar ty gjyshja kur ke qenë e vogël? Një këngë, një vjersh që ta thoshte në shqip? Jo. Ke padur diçka? Jo. Ndoshta dikush nga ju një vjersh ose një këngë që kur keni qenë të vegjël? Мам співали, коли ви були маленькі, якісь пісні традиційні. Наприклад. Всі знають Піс-Пісяно. Піс-Пісяно, Дугу-Дугуляно, Вайтани, Мальти, Гетани, Бокче. E vetëm këtë e dimë. Dhe njëherë, si ishte kjo? E të gjithët e dimë, po së bashku, mesti. Pis-Pisano, Dugu-Dugulano, Vajtani, Malti, Gjetani, Bokqe, Ust. Një duar trokitje. Faleminderit. Për t'ju falenderuar dhe për të thënë që duhet në fakt që të vinë edhe ata që do kenë mundësi të kuptojnë pak më shumë. Zotë ambasador, faleminderit shumë që të pata në studio. Kënaqësi. Do ta mbyllim me pak me një këngë të radhës apo me pak valle? Що краще? Se më duhet që ta mbyll. Або танець. Пісня, і вони стануть на... Me pak kërcim. Me këngën, se Me është shumë këngë. tipike tradicionale Dhe kërcimin do ta ruajmë. Edhe vajzat do i performojnë nga më. Mrekullisht, shumë bukur. Gati për këngën. Për të mbyllur që më pas unë të shkoj tek festivali. становиться на танець, а
Filloj me këngën? Një duar trokitje për t'i falenderuar gjithë grupin, faleminderit, kënaqësi nëse mund të më ndihmosh. Unë nga ky moment kaq i bukur me studion plot,